Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Një mbrëma shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se ardhët në emisionin radhës në emisionin politik. Tani më jemi në fushatën zgjedhore edhe zyrtaresh, ku me 12 tetor qytetarët do të drejtohen për të dytën herë në vitit, por kësaj herë kutia të votimit, por kësaj herë për zgjedhjet lokale. Sonde kemi të ftuar kandidatën për kryetar të komunës së Malishevës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetarin e kësaj dege zotri Fatmir Ademaj. Përshëndetje zotri Ademaj, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria në këtë ditë të ngarkuar për ju si udhëheqës i degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Tani zyrtarisht ka filluar fushata zgjedhore, sa jeni të përgatitur, sa keni mundur të mobilizoni antarësinë për të dalur dhe për të fituar pushtetin komunal në Malishevë, sepse secili subjekt synon qeverisjen në atë komunë ku qeverisë. Faleminderit, ashtu siç e potencova edhe ju, realisht është viti 2025 është vit zgjedhor dhe ende pa përfundu procedura e kompletimit të instancat nivel qendror, konkretisht formimi i qeverisë, qytetarët e komunës së Malishevës dhe të cilët Kosovës po detyrohen në këtë kohë sipas ligjit për zgjedhje lokale, por shpresoj që mos jenë edhe në zgjedhje nacionale së shpejti. Kjo do të ishte një barë për qytetarët e Republikës Kosovës, për shkak se institucionet e Kosovës do duhet të formohen dhe gjitha subjektet politike do të gjenin kapërcim për te vetvetes për krijimin e institucionit në Republikën e Kosovës. Ne si dega e Malishevës kemi bërë gjitha përgatitjet për angazhimin dhe për të kurrë një rezultat të jashtëzakonshëm në komunën e Malishevës. Është nevojë shumë e madhe që komuna e Malishevës të ketë një leadership të ri dhe të ketë një kryetar të ri, konkretisht të udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përgatitjet si deg janë bërë në mënyrë maksimale dhe tashmë jemi në fushatë dhe angazhimi i secilës në degë, secilis aktivist, trupa ndërtesë të struktura janë duke angazhuar që le të ketë dalë sa më mirë në këtë zgjedhje. Sa janë të konsoliduara në ndegët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në përfshatra, në vendbanime të ndryshme në këtë komunë? Pas procesit të mbrëmshëm të LDK-s, të cilin kemi pasur në 2028, shumica e ndegëve janë aktive dhe të mirë organizuara, ka një ndegë që janë më pasive, por kjo nën kupton që organizimi i secilit subjekt ka mundësi të çalojë disa pjesë të vendbanime në përfshatra të caktuara, por sintonsi kryesia e LDK-s, kryetarët e ndegëve dhe gjitha strukturat, edhe kryesia e forumit të gruas dhe kryesia e forumit të rinisë janë aktiv për të kurrë një rezultat shumë të mirë në komunën e Malishevës. Në shkurt të këtij viti keni dalur partia 4 në Malishevë, duke llogaritur. A keni mundur të bëni analizë edhe pse zgjedhjet nacionale me zgjedhjet lokale kanë ndryshuar dhe ndryshojnë çdo herë. A keni mundur të bëni analizë, të evidentoni ndjecet për të reflektuar në këtë zgjedhje? Konkretisht synimi i LDK-s është në rundin e parë të shkojë në balotazh, masaj gara në balotazh varet për forca politike se si e vlerësojnë edhe angazhimin tonë edhe kundër kandidatit i cili shkon në balotazh. Por duke parë rritjen e zgjedhjeve nacionale që ka evoluar, ashtu siç e potencova 6%, jam i bindur që Lidhja Demokratike do të shënon një rritje dhe do të jetë pjesë e balotazhit në këtë zgjedhje. Zotëri Ademaj, brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës ka pas figura që kanë dalur jashtë. Sa e kanë dëmtuar degën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe a keni mundur të konsolidohet me figura të reja apo me emra të rinj që tani më nuk janë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por paramendohen ish kryetari i degës, pashtu në kryetar e figura të tjera. Realisht, angazhimin politik unë e bëj me angazhim me strukturat momentale që jam. Dhe përgjegjësinë për rezultatin e zgjedhjeve 2025 e marr unë si kryetar i degës. Me organizim, qytetarët janë të lirë të operojnë kadaqoftë që mendojnë politikisht. Askush nga strukturat e LDK-s nuk është larguar në këtë fazë. Askush nga ndegët nuk është larguar nga këtë fazë. Nga 2023, kur jam kryetar, ka pasur qoftë aderime, qoftë angazhim të jashtëzakonshëm për parafrim të njerëzve që kanë kontribuar në kohë gjatë. Sot lista e LDK-s
përformon nga njerëz të themelues Lidhjes Demokratike të Kosovës e deri te gjenerata më e re, e cila është motor i ndryshimit të mundshëm dhe i ndryshimit real që do duhet në ndotën e komunën e Malishevës. Njerëz të cilët sot vlerësojnë se mund të jenë dhe mbojnë angazhim për subjekte të tjera, është esenciale që ata duhet me kuptu se secili ka të drejtën e vet dhe askush nuk ka përgjegjësi ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës se sa ata vlerësojnë që do duhet të jenë një subjekt politik. LDK është e hapur për gjithë qytetarët e komunës Malishevës, në këtë rast për zgjedhje lokale, dhe jam i bindur se shumë tri dhe treja, por edhe gjeneratat e mëhershme tashmë e kanë kuptuar qartazi se LDK-ja është përtej një mandatit, është përtej një palë zgjedhjeve dhe Kosovës dhe Malishevës i nevojitet qeverisja e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Komuna Malishevës është komune e vogël në krahasim me komunat të tjera. Sot do të ketë vëmendje, qendra. Kujtore Lumira Avdigjiku për Malishevën, sepse si ditë është shumë e nevojshme dhe domosdoshme të keni një mbështetje të fuqishme, apo do të jetë fokusi te komunat e mëdha? Jo, në asnjë formë ne kemi pas një hapje të jashtëzakonshme të fushatës nivel qendror, ku kryetari Lumira Avdigjiku në mënyrë eksplicitë për secilën komunë ka dhënë vlerësimin e tij dhe promovimin e të gjithë kandidatëve, për shkak se LDK ka komuna edhe më të vogla në qeverisje, ke rastin e Unikut, dhe fokusi i jashtëzakonshëm ka qenë për marrjen e Unikut 2021-ën, dhe jam i bindur edhe për Malishevën, edhe për secilën komunë. Niveli qendror e ka prioritet qeverisjen e Lidhjes Demokratike në secilën komunë, për shkak se qeverisë drejt, qeverisë pastër dhe qeverisë ndershëm, dhe qeverisë me punë. Aty ku LDK-ja ka fituar, ka argumentuar me punë. Për këtë arsye synon në shumicën e komunave të pasqyruar në mënyrë më të mirë të organizimit dhe fituar në shumicën e komunave të Kosovës. Por dua të potencoj, sekretari Lumira Avdigjiku për 2 vite ka qenë rreth 20 herë në komunën e Malishevës dhe është shumë i kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve nacionale për shkak që po duhet me potencuar në këtë pyetje edhe herë se ka qenë subjekti vetëm politik që është rritur në Malishevë. Dhe rrjedhimisht është vlerë për kryetarin e LDK-s kjo rritje në Malishevë. Është besim për të dhe patjetër që do ta përkthen edhe në rezultate edhe kur të bëhet kryeministër, se jam i bindur që zgjedhjet po duken të pashmangshme dhe alternativë e vetme për Republikën e Kosovës është Lidhja Demokratike e Kosovës. Çfarë është e nevojshme? Për çfarë ka nevojë ndihmëse Liga LDK-s për qendër, për kryetarin Avdigjiku? Për kryetarin Avdigjiku, LDK-ja pikësoj ka nevojë promovimit asaj që është duke bërë, domthonë një synim për secilën deg, një garë pasionim real të Lidhjes Demokratike dhe kandidatëve të saj për kryetarët komunës, ndërsa sa i përket konkretisht Malishevës, kryetari ynë veç sa e ka potencuar që do të jetë në fokus dhe në shërbim dhe në çdo mundësi që ne kërkojmë nga kryetari ynë që jetë prezent në komunën e Malishevës edhe për zgjidhjen e problemeve të ardhmen në rastin e marrjes së qeverisë nivel vendin. Unë kam potencuar edhe më herët se kanë qenë 2 probleme jetike për komunën e Malishevës. Problemi i ujit dhe i rrymës janë probleme të cilat ndërlidhen kryekput me ndërlidhen reale të nivelit qendror dhe nivelit lokal. E pamundshme është që kryetari i komunës ose me mekanizma komunal të zgjidhet problemi. Edhe i ujit edhe i rrymës, për shkak se rrymja bën pjesë në pjesën edhe të privatit, ndërsa problemi i ujit është problem që do duhet implikimi patjetër i nivelit qendror, qoftë shpërndësimet, qoftë shumë probleme të cilat janë deri furnizimi i qytetarëve komunës Malishevës me ujë. Dhe në këtë rast e ka marrur për krahun e jashtëzakonshme se si kryeministri i jashtëm i Republikës Kosovës do ta bëjnë këtë zgjidhje bashkërisht unë si kryetari i komunës dhe ai si kryeministër, kjo çështje do të zgjidhet. Por edhe nëse do të ketë kryeministër tjetër, kryetari i komunës me DMS duhet të bashkëpunojë dhe të zgjidhë problemet e qytetarëve të komunës Malishevës. Zoti Ademaj, në këto 4 vite 2021-2025, Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë bashkëqeverisje me subjektin NISMA. Si e keni pa këtë koalicion dhe këtë bashkëqeverisje në këtë 4 vjeçar, i cili kësaj herë doli të rezultojë me sukses pasi dolet në fund të mandatit bashkërisht. Angazhimi im si kryetari i LDK-s, duke filluar nga koalicioni që ju po potencioni, ka të bëjë me shërbim ndaj qytetarëve. Dhe realisht edhe nëse do psohet Lidhja Demokratike, unë e marr përgjegjësinë në kuptimin për shkak se për interesat qytetarëve vlerësoj se partitë politike duhet të zgjasin dorën e komunikimit dhe bashkëpunimit mes vete. Pikë pari vlerësoj që është shumë e nevojshme që edhe unë nesër si kryetar komune të kem partneritet me partitë politike tjera.
Nuk ndërtohet një e mirë për qytetarët e komunës Malishevës, një bashkëpunim dhe ofrimi i shërbimeve pa një fuqi të asamblesë komunale. Dhe këtë bashkarisht me partnerën e koalicionit ne kemi ndërtuar dhe kemi punuar për të mirën e qytetarëve. Janë bërë shumë punë të mira, por ka dhe ngecje. Si ka qenë bashkëqeverisja në kohë sepse jashtë ta themi të drejtën nuk kemi diçka aty këtu ndonjë asamblesë nganjëherë, ndonjë status në rrjetet sociale, por nuk kemi që ka pasë përplasje, për brenda si kene qeverisje, si ka qenë bashkëpunimi mes subjekteve të juja dhe nismës. Bashkëpunimi unë besoj që do duhet i bëjnë të pyetjen në këtë rast të parit komunës, për shkak se ai ka qenë bartës i këtyre proceseve. Sot jam këtu për programin e Lidhjes Demokratike, për të synuar mandatin e kryetarit të komunës. Flas si kandidat për kryetarin e komunës, nuk flas për një bashkëqeverisje, për shkak se unë kam dhënë mesazh qartë se komuna e Malishevës do duhet të bëj kapërcimin secilit të vetvetes. Dhe jam shumë krenar për angazhimin që kam bërë këto vite për të kapërcyer edhe LDK-n, edhe vetveten për interes qytetarë të komunës Malishevës. Sot kem një bulevard të jashtëzakonshëm, kem disa rrugë të ndërtuara, një shesh i cili është ndërtuar. Kjo pa dyshim që pa implikimin e Lidhjes Demokratike as nuk do të ishte i mundur. Dhe impakti i LDK-s në këtë fazë ka qenë i jashtëzakonshëm, por nuk duhet të anashkalohem asnjë formë. Lidhja Demokratike do ka qenë në opozit, për shkak se angazhimi i LDK-s ka qenë për te një mandati. Rrjedhimisht, edhe asamblesë komunale janë të lirë, komunikimi i tyre është i lirë jo ndaj koalicionit, po ndaj meje sekretar. Vlerësimi i mandati i tyre e fituar do duhet përkthehej vazhdimisht në zonin e tyre kritik ndaj punës së qeverisë komunale. Kështu që unë jam i bindur që koalicioni as nuk ka impakt në forcim të LDK-s, as forcim të nismës, e as në kundërtën, ndopsim të asnjë spal. Ne sot jemi në garë, ne sot jemi në zgjedhje për të përformuar për programet tona. Qytetarët janë ata të cilët me 12 tetor e japin verdiktin e tyre karshi të gjithë kësaj që ka ndodhur në komunën e Malishevës. Ju sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, qytetarët dëshirojnë të dinë, antarësia e Lidhjes Demokratike të Kosovës dëshiron të dinë. So është dëgjuar zëre brenda koalicionit dhe so jeni kënaqur në këtë mandat, dhe të fakti që keni kaluar 4 vjeçarin, domethënë hyni në 4 vjeçarin, përmbyllni këtë mandat qeverisës, qytetarët ka dëshirë të dinë këtë drejtim. So keni qenë kënaqur në raportet reciproke me partnerën e koalicionit. Po patjetër raportet në kanë të shëndosha, për ndryshe nuk ish pas koalicion. Unë e vlerësoj të them më mirë marrëveshje për shkak se për te koalicionit nuk e mban ndarjen e formatit klasik të kohës për ndarjen qoftë pushteteve më të ulta se sa drejtorive komunale edhe asamblesë komunale. LDK ka udhëhequr me asamblenë komunale. Edhe pasion më real dhe më frutdhënës ndaj qytetarëve të komunës Malishevës ka qenë se kuvendi komunal, ose më mirë me thonë komuna, për 3 vite radhazi ka qenë në performancë të lartë për shkak të targjimit të buxhetit për investime kapitale. Këtë ka bërë asambleja komunale. Qytetarët mirëfilli e dinë angazhimin e secilit nga ne. Në anën tjetër, sa i përket Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë kam takime të rregullta, edhe të kryesisë, edhe të kryetarit të ndegëve, edhe të gjitha trupat të ndegëve. Andaj ata janë të mirë informuar për këtë angazhimin që e kemë bërë dhe ka qenë vazhdimsi një komunikim real me ta. Unë kam pas indicie dhe mendime që do duhet fillt më zgjedhje nacionale, mos kem një koalicion, por për shkak të Lidhjes Demokratike që ka vlerësuar se janë shpartinë sociale, ka vazhduar qëndroj dhe kështu të jem krenar për punën që kam bërë dhe të them para qytetarëve se sot jam i gatshëm të marr përgjegjësi të reja për udhëheqjen e komunës Malishevës. Realisht është një lloj thike me dy bashkëqeverisja, sepse i keni qenë partner koalicioni si subjekt me i vogël me nismën. So ju ka ndihmuar në ofrimin e ndihmës nevojave të elektoratit, në punësimeve aty këtu të tjera, apo ju ka dëmtuar bashkëqeverisja me nismën këtë rast, sepse tani secili subjekt politik synon të përvetëson punën që ka bërë si Lidhja Demokratike e Kosovës, si e sheni në këtë drejtim. Ashtu siç e potencova, LDK nuk ka hyrë në koalicion për interesa partijake. Ka hyrë për të dhënë zgjidhje problemet të cilat ja kanë akumuluar për kohë gjatë. Nisma ka qeverisur për 8 vjet dhe ky ndryshim nuk ka ndodhur me nismën. PDK ka qeverisur për 8 vjet dhe ky ndryshim nuk ka ndodhur me PDK-n.
impakti ose fuqia e Lidhjes Demokratike në realizimin e projektit ka qenë evidente. Unë si drejtar dua ta potencoj se nuk ndikon kjo në komunikimin me qytetar arrit as voglan. Do dhoni shembull, i cili në vitin 2013 Gazbo Haxheri ka qenë drejtor i orës në qeverisin e Ali Berishës. Nuk duhet të shërbejmë me modesti aty ku jepet dhe ku tipet mundësia si institucione dhe si parti. Ndërsa Gazbo Haxheri ka fituar në ato zgjedhje se sot fiton pa balotazh. Angazhimi primar imi është për qytetarët e komunës Malishevës. Nuk ka të bëjë asgjë me sa që ndrojnë në koalicion, a ndihmon koalicioni, a ndopson koalicioni. Megjithatë, lidhja demokratike është forcuar, është subjekti vetëm Malishev që është forcuar dhe kjo më argumenton angazhimin tim që të qëndrojnë kështu ballha përpara qytetarëve për ta kërkuar besimin e ri për udhëheqjen e komunës Malishevës. Unë nuk kam qenë ai i cili vazhdimisht e kam zhvilluar këtë Malishev, po secili nga ne e kemi obligim që këtë vend ta bëjmë të jetueshëm. Ky vend bëhet i jetueshëm duke dhënë alternativa. Alternativën për këto 4 vite edhe në bashkëqeverisje e kam dhënë dhe bashkërisht e kam arritur këtë që është sot Malishev. Qytetarët e komunës Malishevës mas miri të e vlerësojnë me 12 tetor dhe japin besimin secilit aty ku e vlerësojnë ata. Çka ka qenë projekti, ide e nismës në punët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, partnerit koalicionit që të ofrohet ky projekt apo ky program i realizimit? I Lëdëkës saksisht ku e kemi bërë në koalicionin ka të bëjë me urbanizimin e qytetit. Saksisht ideja edhe jonja, edhe tyne ka qenë që të urbanizohet qyteti. Është e pa kuptim se të lihet një qytet me një rrugë. Unë kam alternativa të reja, duke e pa edhe zgjerimin e qytetit, për te kësaj që ka ndodhur. Kem nevojë për zgjerim të rrugëve të reja, hapjen e qytetit nga një rrugë e cila praktikisht e zvoglen, e minimizon edhe qytetarët e bëjnë biznes. Andaj sot ka nevojë qyteti për zgjerim dhe këtë do e bëj unë si kryetar komunës. Vetë po këtë që jeni kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në kupton që jeni të ndryshëm, nëse ju të kundër të ndryshëm nga subjektet e tjera. Sa është e vështirë për juve si kandidat për kryetar të komunës, si drejtar, në kuadër të ekzekutivit komunal, në këtë rast, të jeni kundër kandidat i kryetarit të juj që keni pasur deri më tani, ku pjesë e projekteve e thatë edhe ju, keni qenë bashkarisht, keni qenë të koordinuara. Sa është e vështirë të kritikohet puna apo të mundohet të mirën meritat e njëri tjetrit? As pak, për shkak se angazhimi ynë ka qenë i tillë. Angazhimi ynë ka qenë i tillë për te subjektit politik. Për te subjektit politik vazhdimisht duke mbrojtur vlerat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por sot nuk e kanë vështirë për shkak se e përmendën si drejtori administratës. Unë jam shumë krenar që ka marrë komunën e Malishevës në vendin e 22 në performancë. Dhe duke qenë i pari në pozitë politike të udhëhequr që ka qenë kryetari i komunës dhe jam caktuar unë për menaxhim me performancës, komuna e Malishevës nga vendin e 22 është rikthyer në vendin e 11 dhe ka fituar grant 350.000 euro. Kjo vlerë për mua dhe për qeverinë komunale. Nuk më shefna nga angazhimi im politik dhe institucional që bëj. Sot kërkoj besim për fuqizim të më shumë të Lidhjes Demokratike dhe marrjen e besimit të qytetarëve për komunën e Malishevës, për të udhëhequr, për shkak se angazhimi jonë është i tillë, për shkak se realisht pa Lidhjen Demokratike kjo s'ka ndodhur fare. E thoni pa Lidhjen Demokratike të Kosovës, projekti që krenohet në këtë rast e komuna Malishevës, subjekti nisma nuk ishte realizuar. Krenohet para se mu krenu dikush tjetër, krenohet unë se unë jam pjesë e angazhimit dhe mos isha në koalicion. Fare, e kemi obligim, ne si mirë me politikë, me Allah zgjidhe probleme qytetarëve. Është kryetësi nëse unë nesër nuk i fitoj zgjedhjet në komunën e Malishevës dhe shkoj në opozitë edhe për projekte të mëdha, për projekte ndaj qytetarëve, për ujë të pishëm, për energji, për problemet bazike tyne, kanalizim, edhe shumë probleme të cilat qytetarët e komunës Malishevës, unë me kryetësinë time bllokoj institucionin komunal. Është e patolerueshme dhe pa pranueshme. Me identifikimin e sukseseve të punëve të mira në këto 4 vite, po thoni që kemi qenë bashkë qeverisës edhe i morëm meritat njerë. Po me dështimet, me regresin, që
ka pasur këto 4 vite që është e pamundur të realizohen të gjitha. I merrni edhe këto përgjithësi? Patjetër. Realisht, secili në fazën e vet e merr pjesën cilin i takon. Domthon, edhe në administratë, edhe në asamble komunale, edhe në kulturë, edhe çdo digaster cilin ka qeverisur LDK-ja ka bërë punën më së miri të mundshme për qytetarët e komunës së Malishevës. Unë jam i bindshëm që ka me reflektu në mënyrë të jashtëzakonshme angazhimi i LDK-s në institucione komunale. Është përgjithësi vetëm digasteria që ka drejtuar Lidhja Demokratike e Kosovës apo në përgjithësi edhe si ekzekutiv, për shkak se unë jam i bindshëm që Lidhja Demokratike e Kosovës do del mirë këto zgjedhje, jo për shkak koalicionit, edhe jo për shkak. Megjithatë, shpesh herë ndodhet që nëse nuk veprojnë apo nuk është në bashkëqeverisje e mirë, shpesh herë mund të dëmtohet njëri subjekt ose tjetri. Unë jam i bindur që do dëmtohet, por në atë rast nisma. Unë jam kandidat për kryetar komune. Vlerësim sot këtu, drejtor, unë jam për angazhimin si kandidat për kryetar komune. Dhe patjetër me qytetarën përballje dhe kërkesat e tyre unë jam duke i trajtuar. Në angazhimin tim është fokus qytetari i komunës Malishevës. E parëndësishme që ka ndodhur qeveritë komunale ndrohen. Kesh i qartë në fillim të intervistës. Kesh i qartë në fillim të intervistës. Saksisht, për këtë jam kandidat për kryetar komunës. Dhe politiken menaxheriale e bëj unë këtë bëna kryetar komunës. Përgjegjësia e të gjithëve është atyre të cilët kanë premtuar që do ta zgjidhin problemin e energjisë elektrike. Nuk zgjidhet problemi i energjisë elektrike me një debat televiziv. Nuk zgjidhet problemi i ujit të pishëm. Nuk zgjidhet. Kemi ngulur. Ne do të vazhdojmë. Ky projekt do të realizohet gjysma, ndërsa ne do të mundohem të investojmë në ujësjellje. Jo, as i veprime nuk bëjnë asnjë formë për të mirën e qytetarëve. Dhe kjo veprimi jon ndalimi i një pune të jashtëzakonshme për me fillu diçka tjetër e cila nuk është në kompetencë tonë adekuate, për shkak se lutem, realisht, problemi i ujit edhe energjisë elektrike janë probleme të nivelit qendror. Nuk ka mundësi as kryetari aktual e ai që do vi nesër ta zgjidh problemin pa implikim të nivelit qendror. Dhe kjo në qendër të Malishevës. Lutem këtu i marr për shpalosin e programit LDK-s. Nuk i marr për mendërrej. Dhe rrjedhimisht. Dhe jo rrjedhimisht, nëse bëhet dy pyetje nuk muj me ka përcyer në pyetjen tjetër pa e definuar ato që e vlerësoj unë si Lidhje Demokratike të Kosovës. Problemi me rrymë, problemi me ujë, janë probleme të cilat këta kandidat e kanë sjell në komunikim me zgjedhjet 2021-s. Politika e tillë, duke marrë secili barrë, duke thonë që unë e zgjidh problemin e ujit, edhe unë e zgjidh problemin e rrymën, i kanë gënjur qytetarët e komunës Malishevës. Të gjithë kandidatët, të gjithë kandidatët, që në 2021 kanë proklamuar dhe sot po proklamojnë ende që i zgjidhin problemin me energji elektrike dhe zgjidhin problemin me ujë, pa implikim nivelit qendror. Më prap janë në gjendje të ngjajshme duke i mashtruar qytetarët e komunës Malishevës. Unë si kryetari i komunës, në bashkëpunim me qeverinë e ardhshme, këtë do e marrë përgjegjësi permanente për zgjidhjen e këtij problemi, duke filluar procedurat edhe për furnizim me ujë, edhe për ujë, edhe për energji elektrike në bashkëpunim me nivelin qendror. Çfarë ka postë keq që si bashkëqeverisës, si partner koalicioni, që të bisedoni me zotin Kastrati dhe me ta që këtë projekt mendojmë ne si LDK ta shtyjmë përpara, për faktin që është një projekt jetik për qytetarët. Edhe pse s'keni qenë kandidat për kryetar komune, edhe pse nuk e keni fituar besimin e qytetarëve, e thatë që për të mirën e qytetarëve. Pikërisht për të mirën e qytetarëve nuk bëhen këtu kërkesa pa e pasur gjitha kapacitetet infrastrukturore përpara. Sukur sot me thop se si e të punu diku tjetër, kuptoni jetë sot të punu këtu. Rrjedhimisht ki një buxhet i cili ki përpara 3 vite, nuk votohet buxheti komunal 2025, pa e bani parashkrim për 2026-2027.
shtrohet rruga në këtë komunikim të Keni lutna. qenë pjesë Po pa 2021 dhe në po 2025. ky- E votimit të çdo po saksisht ky angazhim sot më moll veç se sa kry uji, domthonë se sa kry uji, kanë qytetarë ka nevojë për ujë. Po jo në formatin të cilin sot po përshtem pse se ke bë këtë shtymje të mundësisë për ujë. Ne bashkë me partnerët e koalicionin jemi munduar në vazhdimsi me kry obligimin tonë ndaj qytetarëve. Qytetarët janë ata që vlerësojnë dhe japin verdiktin e tyre. Kjo nuk diskutohet. Zoti Ademaj, cili është programi? Keni hartuar program qeverisës për 4 vjeçorin e ashëm? Po patjetër. Cilat janë pikat kyçe të qeverisës së juaj në mandatin që vjen, nëse do të fitoni zgjedhjet? Patjetër angazhimi i LDK-s do të bëhet për teksoj politike të cilën sot edhe po ndëgjoj nga ju. Për shkak se LDK ka program të qartë për komunën e Malishevës, duke filluar në aspektin e arsimit, ne do të implikojmë metodën e LDK-s apo programin e LDK-s nivel qendror konkretisht që ka filluar në komunën e Prishtinës në mësimin gjithditor. Si pilot projekt do të jenë 5 fshatra ku mësimi gjithditor do të fillojë. Kjo është e rëndësishme edhe për komunitetin, shoqërinë, njerëz të cilët janë duke punuar, por edhe për mundësinë e nxënjes nga nxënësit në mënyrë më të lehtë. Pastaj në aspektin e arsimit është decentralizimi i financave publike o financa për shkolla, konkretisht duke ndarë buxhetin për drejtorinë e arsimit, të jetë më i veçantë në mënyrë eksplicite dhe që shkollat përmes drejtorisë së arsimit të menaxhojnë me kërkesat e tyre dhe mos kenë probleme elementare shkollat se sot ballafaqohen. Shumë e rëndësishme është edhe përkraja e nxënësve edhe studentëve. Për Lidhjen Demokratike të Kosovës kemi në fokus përkrahjen e kategorive të cilat shkojnë në studime për studime sidomos për mjeksi, për shkak se shërbimet e tilla nuk po kanë mundësi vazhdimisht qytetarët të kenë përkraje, andaj LDK-ja për arsimin do të jetë e jashtëzakonshme dhe jam i bindur që domthonë do të ketë një program shumë të mirë kashi qytetarët të komunës Malishevës. Në infrastrukturë LDK-ja do të angazhohet për zgjerimin e qytetit, ka nevojë për zgjerim qytetit dhe infrastrukturën e gjitha fshatrat. Me angazhimin tonë, se cili fshat do të ketë rrugë të reja, edhe rrugë të cilat sot ekzistojnë, do të riparohen ose do të mirëbohen, por edhe hapja rrugëve të reja në për zona sidomos rrugëve fushore, që secili fshat ka nevojë për kërkesat e tilla. Një diçka që e cilën unë kam fokus është ngritja e qytetarit konkretisht në vendimarrje. Kjo ka të bëjë me këshillat lokale, ku LDK-ja do të ngrisë, ose unë si kryetari i komunës në mënyrë permanente do të jem i qasshëm që buxheti komunal të hartohet, pikërisht të bëren nga këshillat lokale. Secili këshill lokal sot ka angazhim dhe i konkretizon ky program. Keni mundë të konkretizoni që për qytetarën të jetë më i kapshëm në konkret. Shumë i thjesht. Keni mundë të planifikoni në buxhet. Shumë i thjesht edhe në buxhet është e planifikuar mirë dhe jam i bindur që ose zgjidhja më e mirë për qytetarët e komunës Malishevës. Fokusi im do të jetë edhe kultura, rinia dhe sporti, ku në këtë sferë do mundohem që bashkërisht me ekspertët e kësaj kategorie të përkrahim në mënyrë maksimale, domethënë klubet tona, një vlerë e cila vazhdimisht nuk ka qenë deri më tash. Unë besoj që rreth 200.000 euro janë plan shkruar për subvencionim të sportit, kulturës dhe rinisë. Gjithashtu edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe turizmin, LDK ka qenë insistuese pikërisht në themelimin e mundësisë për drejtorisë për zhvillim ekonomik dhe turizëm. Dhe këtu LDK ka parapar 100.000 euro në vitin e parë për subvencionim e startupeve të reja, biznese të reja që ku plot gra dhe vajza sot përpiqen ta bëjnë jetën vetë dhe ta angazhohen me punë. Andaj kjo sferë mendoj që është atribut dhe vlerë që do duhet t'i afrojmë si komunë e Malishevës. Zoti Ademaj, kemi edhe shumë për të pyetur, por duhet të ndonë në një intervistë para 3 vite e gjysmë, kur kemi pasur me ju, na keni premtuar që do të bëni një e-kiosk në Malishevë. Po ashtu keni premtuar që do të bashkoni 2 godinat e komunës në një. Edhe do të rregullohet obori i komunës këtu, edhe do të arkebohen dokumentet në brenda administratës. Sa keni mundë të realizoni këto konkretisht për dikashtu e juaj? Realisht, unë si drejtari i administratës kam dhënë vlerësime dhe kam bërë 2 herë kërkesë për e-kioskën
procedurat e prokurimit kanë ndaluar dhe çështja është saktësisht e zyrtar kryetarit do të më trajtu, pse nuk është shkruar çështja e kioskës. Një herë e di që ka qenë problem e nivelit qendror ku nuk kanë punuar kioskat dhe është marrë rekomandim për mos vazhdimin e procedurës për e-kiosk. Në dy vite rradhazi kam bërë kërkesë si drejtor i administratës për e-kiosken, konkretisht për 2 e-kioska edhe në qytet Malshevi, po edhe një në Kiev. Ndërsa sa i përket edhe bashkimit të 2 komunave, kjo ka qenë kërkesë e cilën unë e kam bërë si drejtor dhe ka hyrë në buxhetin e 2023-s dhe rrjedhimisht prap edhe e njëjta kërkesë nuk është implementuar dhe nuk është të nderuar në zyrën e prokurimit. Ndërsa shërbimet e administratës pothuaj në shumicën e rasteve kanë marrë formë dhe kanë marrë angazhim që do të jenë arkivuar me metoda të reja dhe po presim që në vitin 2026 të kemë një pilot projekt i cili do ta zhvendos komplet arkiven nga zyra e komunës dhe të digitalizohet në total arkiva e komunës. Faleminderit. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.